Rreth 38 milion euro u shpenzua në 3 muaj të parë të vitit për blerjen e energjisë me qëllim plotësimin e nevojave konsumatore. Sipas të dhënave të publikuar nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, në total janë blerë rreth 268.000 megawatt-orë energji me një çmim mesatar prej 136 euro megawatt-orë. Në total, për gjatë 3 muajve janë zhvilluar 10 tender për sigurimin e energjisë. Kjo situatë është ndryshme nga ajo e vitit të kaluar, duke qenë se deri në muajin qershor nuk u zhvillua asnjë procedurë për blerjen e energjisë pasi nevojat plotësoheshin nga prodhimi i centraleve të kaskadës së Drinit. Sipas për llogaritjeve, rezulton se për gjatë vitit 2024 fatura për blerjen e energjisë arriti në rreth 70 milion euro. Këto të dhëna nxjerrin në pa edhe një herë varësinë që ka vendi ynë nga kushtet e motit në drejtim të gjenerimit të energjisë elektrike. Kjo duke marrë në konsideratë se rreth 94% e saj prodhohet nga burimet ujore, ndërsa vetëm 6% vjen nga impiantet fotovoltaike. Kesh ka deklaruar se ka disa projekte në zbatim që synojnë ndërtimin e centraleve diellore, çka do të diversifikonte portofolin e kompanisë publike të gjenerimit, por deri më tani në prodhim është vetëm Qursaçi me fuqi instaluese 5.14 megawatt-orë.